Sot me Altin Jokun do të flasim për mitet dhe të vërtetat rreth të shërës. Dikur e përdornim njerëzit për kafshët. Sot është bërë një trend për mëngjeset tona, për vakte të shëndetshme, por ka disa mite, a shkakton vërtet probleme me stomakun, fryrje, a është e shëndetshme apo jo, le të diskutojmë të gjitha këto pikpyetje me nutricionistin Altin Joka. Fillimisht përshëndetemi me të në Skype nga Suedia. Të përshëndes Altin. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën. Mirëmëngjesi, na ke munguar në emision. Si ke qenë këto kohë? Mirë, faleminderit. Shpresoj që edhe unë kemi qenë mirë, edhe faleminderit që jeni interesuar edhe që pas kam krijuar një lloj mungese. Dhe jo vetëm ne, po edhe shumë shikues të programit dhe kësaj ditës të mërkurë, ku ne jemi mësuar gjithmonë të ndajmë këshilla me ju, na kanë pyetur vërtet shumë njerëz për mungesën, po ja që jemi përsëri dhe do të diskutojmë tematika të ndryshme. Sot kemi zgjedhur të flasim për të shërën, unë e nisa pak më herët, duke thënë që dikur të shëra përdoreshe për kuajt zakonisht, për kafshët. Sot është një trend, e përdorin të vegjlit, të moshuarit, të rriturit, padyshim, për mëngjeset, për vakte, për ëmbëlsira, gatime nga më të ndryshmet. A është realisht e shëndetshme të shëra? Po e nis direkt me këtë pikë pyetjen e madhe. Të ndalim të kjo që u thatë fjalën e parë, sepse kjo është hapur në popullat edhe si term që këtë shëra përdoret për kuajt dhe nuk duhet të jetë në përdorim për njerëzit. Madje në përgjithësi në shumë vende quhet bari i kuajve. Për shkak se përdorimi për kuajt ka qenë historik shumë i gjatë. Ne kemi një lloj keqkuptimi dhe paragjykimi, ashtu siç ka ndodhur me shumë ushqime të tjera, nuk është problemi vetëm me të shërën. Pra ne kemi gabuar në historinë tonë njerëzore ku kemi përcaktuar nivelet të disa ushqimeve. Po të zot disa nga këto ushqime nuk është vetëm problemi me të shërën, por ne kemi patatën e kuqe, ku para shumë kohësh i jepej derave. Kemi fasulën e zezë, e cila i jepej skëllëmërve, dhe ne pas shumë kohëve kuptuam që fasula e zezë është nga më të mirat, apo patatja kuqe. Ne kemi glakrën kale, që ushqeshin gjithë derat dhe kafshët e tjera. Dhe sot ne dim që ajo është një nga super ushqimet më të mira, superfoodet. Kemi kuinon, e cila në ande është përdorur gjithësisht, por edhe nutricionist dhe mjek madje dhe njerëz të shkencës për një kohë shumë të gjatë e kanë përçmuar kuinon, duke qenë se është një ushqim i dëmshëm për organizmin dhe që nuk duhet konsumuar. Dhe faktikisht sot është një nga alternativat më të shëndetshme që sot të rekomandohet. Por për shumë kohë ne kemi përdorur si në historinë njerëzore gjethet e panxharit. Ne panxharin nuk e kemi ngrënë. Ndoshta ju e dini, për qindra vite ne kemi hedhur panxharin poshtë dhe ai jep baktive. Dhe ne sot e dim që në dietat tona themi ku kemi probleme anemin, për pastrimin e gjakut, problemet e hipertensionit, për rritjen e sistemin imunitar, ne kemi rënien e panxharit apo farat e ndryshme, farat e kungullit ne hidhnim poshtë. Farat e lirit nuk i përdorin pa e kuptuar se çfarë kemi pasur, sepse shkenca e ushqimit dhe ushqimi nuk ka qenë i drejtuar drejt shkencës vetëm merret dhe të vazhdojë siç kemi ose të paktën të arrijë në këto nivele që jemi sot. Dhe nuk kemi vetëm problemin për të shërën, por ne kemi edhe misrin, edhe misri për një histori shumë gjatë. Tani, për të përcaktuar një produkt apo ushqim që është i shëndetshëm, ne duhet të bazohemi në 3 elementë kryesor, pra në 3 faktorë. E para duhet të shikojmë historinë e përdorimit nga të parët tanë. A është përdorur apo nuk është përdorur? E dyta, sepse duhet kemi një histori që ne të merremi më pas, e dyta vlerat që ajo ka nga aspekti i nutrientëve, dhe treta provat klinike, të cilat janë përkthyer në studime dhe njerëzit që kanë konsumuar kanë pasur benefite apo kanë pasur problematika. Tani në këto fabula, kjo është punë fabulash ose histori të pambështetura, sepse të shëran, e para njëherë të shëra në aspektin historik është përdorur edhe në kohën e romakëve ku e përdorin gjermanët dhe prafisit gjermane. Romakët i tallnin madje dhe e thonin që këta janë kafshë që hanë pjesën e tërshërës. Tërshëra duke qenë një nga drithrat që reziston shumë të ftohtit dhe shumë rezistente, patjetër që në këto vendet nordike dhe në vendet e ftohta është konsumuar shumë edhe për arsye të varfërisë. Po të shikojmë, në Skoci për shembull rreth viteve 1700 ka qenë shumë e përdorur. Në Angli jo, madje ka dalë një shprehje në ato kohë ku thuhej që kuajt anglez janë kuajt më të fuqishëm. Sepse konsumonin tërshër, jep energji. Po, ndërsa burrat skocez janë burrat më të fuqishëm. Pra, burrat skocez konsumonin nivele të shërës, madje konsumonin dhe ushqime që nuk janë anglezë. Dhe quhet si diçka e keqe. Pse konsumojnë të shëra për kafshët ose për kalin?
për kuajt, sepse ajo ishte shumë e pasur në nivele energjisë. Dhe midis të tjerave, tërshëra kishte nivele shumë të larta të mineralit të fosforit dhe të kalciumit, që do të thotë raporti ishte 2 pjesë kalcium dhe 1 pjesë fosfor, që do të thotë është mënyra ideale për atë që kërkon një kal, por edhe faktikisht edhe tek njeriu vepron në të njëjtën formë. Tërshëra është një burim shumë i madh proteinash, arrin 12 deri në 15% proteina të kokrës së saj. Nga ana tjetër, konsumimi i tërshërës, pra te kafshët që merrej, kishte nivel shumë të ulët. Dhe midis të tjerave, bënte që kuajt mos kishin nivele të larta të glicemisë ose të rritej glicemia menjëherë. Po kishin pastaj probleme të qetësisë mendore dhe kuajt ishin shumë të qetë kur përdorin tërshërë. Madje edhe kur flinin mbi këto barrat e tërshërës, kafsha flinte më qetë. Përveç atyre kishte beta-glukan, që ne e dimë, që rregullonte edhe mikroflorën e zorës së kuajve, të cilët nuk kishin një lloj problemi për të edhe stresin, edhe problemin e rezistencës tyre në atë që bënin, pra edhe enzimave të tjera. Kështu që në këtë rast ne mund të themi që për kuajt është përdorur për këtë, ndërsa në qoftë se ne do shikojmë se kush janë vlerat e tërshërës, atëherë mund të grupojmë tek njerëzit, po, vlerat e tërshërës që konsumojmë sot, megjithëse ka hyrë vonë në mod, pra rreth pas viteve 60, 70 ka hyrë më shumë në mod. E para është që ka nivele të larta fibrash. Ka nivele të proteinës cilësisë lartë, ka vitamina dhe minerale të bollshme, duke futur vitaminën B3, B1, B5, B9, ka më pak gluten se drithrat e tjera, ka nivel të lartë të fibrave dhe nivel të lartë të proteinave në krahasim me fibrat e tjera, ka dhe indeks të ulët glicemik. Tani le të shohim për shembull në një fixhan tërshër, një fixhan kafeje, çfarë vlerash marrim ne? E para ne marrim nivelet të proteinave diku 5 gram. Marrim nivel të manganit rreth 65% të manganit ditor vetëm në një fixhan tërshër. Marrim 25% nivelin e selenit. Marrim nivel të bakrit, vitaminës B1, marrim vitaminën B3, marrim magnez, marrim fosfor, marrim zink, marrim hekur, marrim vitaminën B5, marrim vitaminën B9. Tani shikoni çfarë ndodh për shembull në momentin e marrjes së tërshërës. Mangani që është niveli më i lartë tek tërshëra në aspektin mineraleve, pra rreth 65% të sasisë ditore në një fixhan, çfarë bën? Mangani është i rëndësishëm për të prodhuar disa enzima që luajnë efektin kryesor për të mbajtur në mënyrë thelbësore ndërtimin e kockave dhe shëndetin e kockave. Ne nuk e dim përse mund të merremi me pjesën e pasojave që kanë kockat, kur nuk e kuptojmë ende që janë disa enzima që influencojnë tek indet për të lidhur problemet e kockave. Në qoftë se këto enzima nuk prodhohen, do na fillojnë probleme me artritin, probleme me osteoporozën, probleme me osteoartritin, me dhimbjet e kyçeve. Po midis tjerave çfarë bën mangani? Mangani mbështet gjithë metabolizmin tuaj dhe nivelet e energjisë gjatë ditës të jenë të stabilizuara. Dhe është nga efektet kryesore si mineral për problemet e trurit dhe është shumë efektiv në problemin e ekuilibrit hormonal. Midis tjerave, ne kemi të dytin element që është shumë i rëndësishëm, është niveli i bakrit, është seleni faktikisht dhe i bakrit, se aty janë 20-25% të vlerës ditore në një fixhan kafeje, gjithmonë nëse konsumon tërshërë. Çfarë bën seleni? Seleni bën detoksifikimin e mëlçisë, pastrimin e mëlçisë dhe sidomos shërben shumë mirë për problemet e mëlçisë dhe jamosën. Është stabilizues i problemit hormonal dhe sidomos të gjendrave tiroide, për çdo lloj gjendre tiroide. Pra është mes i artë. Po bakri. Bakri është nga enzima ose krijon dhe prodhon ose shtyn prodhimin e disa enzimave kryesore në veshka. Rrit nivelin e energjisë dhe ndikon deri në ADN-n tonë. Dhe po ashtu është shumë efektiv në problemet e frymarrjes, rregullimit frymës, në parandalimin e disa problemeve alergjike, por edhe në përthithjen më mirë të vitaminës C dhe sistemit imunitar. Midis të tjerave tërshëra, përveç këtyre elementeve, ne thash edhe që parë ka beta-glukan. Beta-glukani është një polisaharid që ndihmon në mënyrë natyrale 13 studime në 1 megastudim, pra përmbledhur 13 ulëmtime që u përmbledhën, u panë që ulte në mënyrë natyrale nivelin e kolesterolit keq kur konsumoj më shumë se 2 ose 3 në javë. Duke qenë një fibër e tretshme pra në pjesën e zorës sonë, njihet sepse jo vetëm ul kolesterolin, po gjithashtu ai ndihmon dhe rregullimin e insulinës.
ndikon deri te qeliza beta në pankreas. Dhe midis të tjerave, ul dhe rrezikun e problemeve të sëmundjeve të zemrës. Qartë. Tani, e kuptoj se ka plot mite që ekzistojnë. Okej, dakor, si duash. Po thash të toja disa edhe studime të vogla, por edhe çfarë bën konkretisht të që janë studime që janë bazuar pra në fakte të caktuara për rolin që ka të shëra në organizëm, po, patjetër. Patjetër që në rolat, sepse unë të thash, e para është aspekti historik. E dyta është aspekti nutritiv, pra çfarë kur të marrim një produkt dhe të themi është i keq i mirë, ne duhet të bëjmë mirë krahasimin, çfarë ka ky produkt brenda. A ka elemente të dëmshëm apo elemente që i duhen trupit tonë. Dhe e treta, studimet ose hulumtimet klinike për të parë se si funksionon realisht në trup. Tani ne dalim te funksioni realisht, sepse unë mbura pjesën e dytë dhe pjesën e parë historike shumë shkurt, pjesën e dytë aspekti nutritiv, tani edhe aspektin shkencor. Çfarë është parë? Është parë nga kjo universiteti, nga shkolla e nutricionit dhe e shkencës në Louisiana në 2015, që në qoftë se ne konsumojmë të shërë për një kohë të gjatë, atëre kemi parë që një person krijon një ngopje më të madhe dhe bën një rënje më të mirë të peshës. Pra ndihet edhe me një ngopur dhe i plotësuar. E dyta, është shumë efektiv në problemet e menstruale, paramenstruale, sidomos të grave, po edhe në kohën e menstruacioneve, por edhe në kohën e grave të cilët janë në perimenopauzë dhe menopauzë. Sepse përveç këtyre elementeve kontribuon në efektet e hormoneve, por ul dhe nivelin e anktit dhe të depresionit, redukton edhe ul nivelin e stresit dhe madje edhe mbajtjen e ujit tek njerëzit që kanë probleme me prostatën. Promovon një gjumë të mirë, sepse tërshëra ka një përqendrim të mirë të melatoninës, që askush nuk e thot. Të gjithë thonë si pas ka kjo melatonin. Nuk e them unë. Këtë e thot Universiteti i Hong Kongut, Fakulteti i Biologjik i Shkencës. I bie që meqense ka melatonin të konsumohet në darkë, përderisa se shumica e konsumojnë në mëngjes. Ata e rekomandojnë në darkë. Ky universitet, pra Universiteti i Hong Kongut, pra shkolla e shkencës biologjike, thotë që duhet konsumuar në darkë për efektet të lëshimit të melatoninës. Të gjithë e konsumojnë në mëngjes. Të gjithë e konsumojnë në mëngjes, duke qenë se ka energji të mban të ngopur, ka fibra. Në mëngjes konsumohet për efekte energjisë dhe për të marrë disa nivele vitaminash dhe për të treguar i ngopur. Por nuk ka asnjë gjë të keqe që ti e konsumon një pjesë në mëngjes, një pjesë në darkë. Ku është e keqja? Pra ju po hani 2 kokra molla apo po hani 2 kokra dam. Sepse ne po i ndajmë njerëzit dhe po i fusim shumë në presion duke thënë zot ham këtë, ki kujdes tu, këtë me kaq gramatur, këtë me kaq kalori, jo, ne nuk duhet i lëmë çik njerëzit të lirë në konsumimet e tyre. Thelbësoria është që heqim ushqimet më të dëmshme. Shumë thelbësore është që të kemi kujdes te zgjedhja e produkteve që të jenë të pastra dhe mos kenë nivele të larta pesticidë, hormone, edhe element tjerë. Element kryesor është mos mbingopja edhe konsumimi në çdo kohë ushqimit, çdo 3-4 orë, 5 orë. Pra duhet të lëmë pak vakte të gjata, shtimi i aktivitetit, gjumit, uli stresit dhe kombinimi disa ushqimeve të cilët të na japin një larmishmëri të vitaminave dhe nivelit të nutrientëve. Tani kalojmë prapë te tëshëra. Çfarë bën tjetër tëshëra? Tëshëra ul nivelin e kolesterolit keq. Megjithëse nuk ka kolesterol të keq të mirë, do bëjmë ndoshta në një temë dhe emision, është një lloj kolesteroli, se kjo është një demagogji dhe një mashtrim që ka bërë farmaceutika deri në këto kohë, por po themi përsëri të ecim tek ajo që e njohin njerëzit. Ul kolesterolin e keq. Dhe këtu e kemi një studim të Harvardit në vitin 2015, shkolla publike e Harvardit, thotë në 2015 një studim të gjatë që është nga efektivet në aspektin natyral të uljes së kolesterolit njerëzve duke përdorur. Tëshëra duke përmbajtur nivele shumë të lartë këtyre vitaminave ndikon, pra vitaminave dhe mineraleve, të zinkut, magnezit, folateve, vitaminës B etj. Tëshëra ndikon duke ulur dëmtimin e arterieve dhe të pllakave tona në aspektin arterial që ne kemi. Pra, të pllakave të arteriosklerozës. Por, midis të tjerave, zvoglon edhe presionin e lartë të gjakut. Në qoftë se konsumohet. Forcon nivelin e sistemit imunitar, dhe patjetër që ndikon edhe te aspektin e përdorim edhe sepse edhe në historinë e tëshërës ajo është përdorur te romakët në formë banje, është përdorur nga francezët në formë parfumi, është përdorur nga Hipokrati në formën e çajit për problemet e zorrëve dhe për sistemin imunitar dhe për të tjera, pra nuk është përdorur shpesh në atë kohë si ushqim, por përsëri është përdorur si vaj, është përdorur nga lulet e saj, pra edhe si vaj, edhe si çaj, po edhe për banjat për aspektin e lëkurës dhe qetësisë mendore, por po ta shikojmë në aspektin në Gjermani, në Universiteti i Mannheimit, pa që në një studim në 2018 zbuloi se konsumimi vetëm në 2 ditë të ndërhyrjes të konsumimit të tëshërës në një sasi të lartë
kishte një rënje të diabetikët, pra të personat që kishin diabetin tipi 2, duke ulur ose duke mbajtur kontrollin e nivelit metabolik dhe të nivelit të glisemisë në gjak. Pra, për gjitha këto funksione është një arsye më shumë për ta konsideruar në regjimin ushqimor, sigurisht për një periudhë të caktuar të gjatë kohore, që të japi dhe ato rezultatet e veta, gjithmonë duke u konsultuar edhe me çfarë kombinohet. Se kam disa pyetje praktike, nëse ke mbaruar me ndikimin që ka tërshëra në gjendje të caktuara. Kemi të tjera? Ka sa të duash, po të vazhdojmë me kryesore ti kemi thënë. Të shikojmë se kush e përdora. Po, se ka njerëz Altin që ankohen ose thonë, ose nëse është mit apo jo do të më thuash ti, që tërshëra shkakton fryrje të barkut, fryrje të stomakut, ka njerëz që nuk e tret mirë, ose që ka një lloj intolerance nga tërshëra. Sa qëndron kjo? Po, atëre jo vetëm tërshëra, po një pjesë e madhe e produkteve. Kjo nuk duhet na bëjë që ne vetëm me këtë argument ta hedhim poshtë, sepse ka shumë njerëz të cilët kanë probleme me konsumimin e brokolit. Konsumoj brokoli dhe kam fryrje në bark. Po, në zorë. Po ashtu konsumojnë fasulen dhe përsëri kanë fryrje. Konsumojnë thjerëzën, bizelen, dikush konsumon disa fruta dhe ka fryrje. Kjo është një problem i disbalancimit, i disbiozës dhe disa sëmundjeve inflamatore të zorës. Nuk është problemi i brokolit në këtë rast. Ne po e marrim në përgjithësi, pra personi kur rregullon, pra ne nuk mund të themi se laktoza shkakton probleme të rënda në trup. Është problemi i personit i cili duke konsumuar në histori konsumimin e qumshit, pra qumshit të paketuar, i cili nuk ka elementet kryesor që ne kemi shpjeguar një herë tjetër, atëherë ka bërë që ne kemi një intolerancë më të madhe ndaj laktazës. E njëjta gjë ndodh edhe me këto produkte. Pra është problemi mikrobiomës tonë. Tani pse shkakton tërshëra fryrje? Po, mund të shkaktoj fryrje, madje mund të shkaktoj çrregullime të stomakut të disa njerëz. Kjo varet nga intoleranca individuale dhe mënyra se si personi e përgatit ushqimin ose si ushqihet me atë ushqim dhe sasinë që man. Tani, pse shkakton? Sepse tërshëra ka nivele të larta të fibrave. Patjetër niveli i lartë i fibrave vështirëson tretjen tek njerëzit që kanë probleme me stomakun apo janë të ndjeshëm në një mikrobiom të çekuilibruar. Dhe patjetër kjo do shkaktojë më pas rrjedhjen e fryrjen e zorës, do shkaktojë gazrat, do shkaktoj elemente të pakëndshëm dhe pastaj edhe probleme edhe në aspektin e ankthit apo depresionit dhe aspektin mendor. Nga ana tjetër, dëshëra ka nivele të glutenit. Është një marketing i pastër që thuhet që tërshëra nuk ka gluten. Ka tërshërë pa gluten, të cilët kanë kaluar një proces, megjithëse tërshëra ndahet në dy kategori. Faro është tërshëra që ka nivelin më të ulët të glutenit. Dëshëra ka më pak gluten se sa pjesa dërmuese e dritrave, po flasim për veçmisin, apo dritave dhe po flasim pak në për grurin, ka më pak gluten, po ka përmbajtje të glutenit. Dhe personat që kanë probleme të sëmundjes celiatik, apo kanë një ndjeshmëri ndaj glutenit, pra nuk kanë arritur të sëmundja celiatik, apo kanë probleme të fermentimit të karbohidrateve, si quhet FODMAP, që është dieta FODMAP, atëre që kanë probleme me sindromën e zorës irrituar në këtë rast, atëherë mund ta shmangin. Se mund shkaktoj probleme negative, por ata mund ta testojnë fillimisht. Si mund ta testojnë? Të konsumojnë në një produkt, pra në një përzierje të një qumshi bimor ose në ndoshta edhe në kos apo element të tjerë, mund të konsumojnë apo në bukë, në përzierje bukësh, apo dhe në ushqime, në gatime, mund të përdorin 2-3 lugë të shërë dhe të shikojnë dhe ta masin. A kanë probleme apo jo? Se njëri duhet ta testojë se është vetë, duhet të jetë vetë doktori i vetvetes. Se çdo trup është i ndryshëm. Çdo trup është i ndryshëm. Tretjet janë ndryshme. Ne kemi një mikrobiom të ndryshme. 98% e popullatës në botë kanë një mikrobiom të ndryshme. Nuk mund të jeni njësoj. Prandaj, në raste të caktuara mund të sjellë edhe probleme, patjetër. Tani në tre kemi disa lloje tërshëre. Me sa kam vënë re, është ajo tërshëra e plot, ajo tërshëra e coptuar, tërshëra e imët. Ka ndonjë diferencë mes tyre, cilin lloj duhet të përshtasim më shumë? Shiko, në rast se duhet marrim vlerat më të mira të tërshërës, se personat që nuk kanë asnjë lloj problemi tek zorët, tek problemi i sindromit zorës irrituar apo me stomakun apo me disbiozën e zorës të inflamacionin që mund të kenë apo me fryrjen e tij, pa i rregulluar këto problematika, se po ti rregullojnë këto zgjidhje, atëre tërshëra më mirë është tërshëra kokër dhe e plot, sepse patjetër që është i plot sepse ka të gjitha elementet kryesore dhe ka nivelin më të lartë edhe të fibrave, edhe të nivelit të mineraleve.
Vetëm se kjo ka një lloj problemi. Do një kohë të gjatë gatimi, sepse kjo duhet gatuar, duhet lënë në ujë një herë. Po ja do të pyesë për këtë, po. 8 orë, 10 orë në ujë dhe pastaj duhet gatuar. Dhe që të gatuar mund gatuhet për rreth 20, 25, 30 minuta varet nga forma e tëshërës, nga vjetërsia e tëshërës, sepse mund të jetë edhe tëshërë e vjetër që mund të ketë disa vite. Kjo është ndoshta tëshëra më e mirë. Tëshëra tjetër është atë tëshëra që është e thërmuar, siç është pjesa e bullgurit të thërmuar. Pra jo e imët, e thërmuar, e cila ka një nivel do më pak kohë për të zier, ka më pak, vërtet nivel më pak të nivelit të fibrave, por sjell më pak probleme tek personat që kanë dëshmëri ndaj glutenit, apo dhe probleme për fryrje në zor. Dhe tëshëra tjetër që është një tëshërë e imta, ose ajo që është me theta, po shikoni si pjesë që është flet, është flet. Është një tëshërë që është flet, e cila ka kaluar në një proces zierje avullimi nga kompanitë. Pra ajo është e gatshme se dëgjoj një njeri para jush kisha në një takim që thonte unë fëmijës e marr kjo tëshëra dhe e ziej. Nuk ka çfarë zi asaj se e ka kaluar kompania në zierje, ajo konsumohet siç është. Ai nuk ka nevojë të kalojë as në ujë, as në procese gjata sepse ajo ka kaluar në zierje dhe ka një efekt. Problemi kryesor i tëshërës që hidhet, një hipotezë janë fitinat. Pra fitatet. Siç është e gruri, se fitina nuk ka vetëm tëshëra, ka gruri, kanë edhe produkte të tjera bimore, jo vetëm to. Apo bishtajore. Tani, tek fitina, problemi është që nuk bën përthithjen e hekurit, nuk bën mirë përthithjen e zinkut. Ka probleme në disa përthithjet mineraleve dhe shtyn disa nga vitaminat kryesore. Por, në momenti që ne marrim në këtë lloj forme të bluar, pra që ka kaluar në zierje, 50-55% të fitinës është eliminuar. Pra nuk është më ajo fitina që ne kemi menduar. Edhe tjetra është që edhe aspekti fibra vërtet është më i pakët, por edhe tretja është më e mirë dhe niveli glutenit ka rënë më shumë. Pra, në qoftë ne pra, tek kjo përgatitja se më lind një pyetje. Nëse na ndoqë ne bëm një mëngjes, kos me tëshërë edhe fara të ndryshme, që është një mëngjes, është i shëndetshëm. Ka njerëz që të kërkojnë ndjes isha në një bisedë dhe takime dhe nuk. Ne e përgatitëm një mëngjes me tëshërë, duke vendosur tëshërë e plot, shumë mirë që pas kemi zgjedhur një tëshërë të plot, në kos. Pra e konsumojmë për pak minuta ndoshta, do të provojmë shijen e saj. Ka njerëz që e konsumojnë të njomur për gjatë gjithë natës, në kos, në qumësh bimor, apo në qumësh të zakonshëm, apo në ujë. Tani, ky është varianti më i mirë i konsumimit, apo dhe duke e zier, dhe kur e zjejmë për disa minuta, ja humbasim vlerat ushqyese të saj? Edhe një herë, në qoftë se ne e kemi kokër plot, ose gjysmë kokëre, që është e fortë, ajo duhet, pra që nuk ka kaluar asnjë lloj përpunimi, patjetër që duhet zier dhe duhet kalojë në ujë. Siç kalojnë shumë nga këto farat që u mbani farat e qias apo të tjera fara. Kështu që kjo është më e mira, sepse ul nivelin e fitinave dhe edhe midis tjerave heq problemet e disa elementeve negativ që ka te glifosati, të cilët janë element janë pesticide të cilët janë tek trithra sot, por edhe element negativ të tjerë që kanë marrë nëpërmjet tokës, sepse edhe nëpërmjet tokës kanë marrë element të tjerë. Kështu që duke qenë në ujë është patjetër më e mirë. Por problemi është që shumica e madhe e popullatës, siç kanë vënë re, edhe në Shqipëri ku ka marrë, por dhe jashtë, marrin nga ato qeset e paketuara të tëshërës që janë në feta, pra janë të grimcuara, jo të grimcuara, po janë të feta të holla që janë të gatshme. Ato nuk kanë nevojë, ato kanë kaluar në proces zierje. Edhe një të kuptojmë. Ajo hidhet direkt në ushqim, mund të jenë vetëm disa minuta, nuk ka nevojë të lihen, sepse vëre që thonë njerëzit, unë e marr këtë lloj tëshëre dhe hedh në darkë dhe ha mëngjes, por e shikoj që është bërë një llaç i madh dhe sikur nuk po më pëlqen, po patjetër. Ajo nuk ka nevojë që të rria gjatë, ajo ka kaluar të lloj procesi që do ta bëjë ti. Nëse ti e ke kokën të plotë apo gjysmë kokë dhe nuk ka kaluar në përpunim, që unë thash kjo është më e mira, po ka nivele më të larta të fitateve dhe kjo do bëjë që niveli i përthithjes së hekurit, zinkut dhe elementë të tjerë do jenë më shumë problem, sidomos te njerëzit që kanë probleme me aneminë e theksuar, por ka një gjë, në rast se ne marrim nivele të vogla, pra jo sasi të mëdha se mos e provet, por në qoftë edhe të tëshërës, por dhe marrim dhe nivele të mira të hekurit, të magnezit, të zinkut nëpërmjet ushqimit, kjo nuk është ndonjë problem. Puna jonë është që përveç përthithjes, ne nuk marrim nivelet e duhura të vitaminave në mënyrë natyrale nëpërmjet ushqimit. Pra e kemi trajtuar ushqimin ton, 65% të ushqimit ton është ushqim i përpunuar sot. Pra kalorit bazë që vijnë nga ushqimi jon, 65% vijnë nga ushqimi i përpunuar. Vetëm 35% vijnë nga ushqimi i shëndetshëm. Sot. Para 4-5 dekadash ishte 80% pa përpunuar, por që ishte më natyral. Ishte më natyral, ne sot marrim ushqim shumë të përpunuar.
kalorit bazë tona ne i marrim nga ato. Kështu që në këtë rast tërshëra më e mirë është ajo që tham. Në qoftë se do të jetë grimcuar, e paketuar, të shikojmë me kujdes që të jetë organike ose bio, të jetë tërshëra e shkruar, të ketë një mundësi në qoftë se kanë probleme glutenin, ta marrin pak gluten sepse ka dhe tërshërë të tillë, mos ketë fruta të thata brenda tërshërës shumë, sepse ka nivel të shtuar, të shohin një etiketën ku të shikojnë nivelin e karbohidrateve, që mos ketë nivele të larta të karbohidrateve, sepse ka një probabilitet që të ketë një nivel të shtuar të sheqernave. Dhe kjo patjetër që mund ty të ushqimet e përpunuara. Nuk mund ty pastaj tek ushqimi i pastër që ne mund të kemi. E qartë. Fëmijët, po, për fëmijët e vegjël, a duhet ta konsumojnë tërshërën nëse ka ndonjë rekomandim për sasinë, për shpeshtinë? Në qoftë se fëmijët ushqehen, pra nuk janë në gjirin e nënës dhe kanë kaluar moshën që kanë filluar problemet e ushqimit, mund të jetë një nga ushqimet që duhet ta konsumojnë. Konsumimi i tyre duhet të jetë 3 deri në 4 lugë, që është e rekomanduar, por ndoshta diçka më shumë, por 3-4 lugë do jetë e mjaftueshme për të konsumuar. Patjetër që mos krijojnë probleme në mbytje apo problemet në gryk edhe kapërcimet e tyre, duhet të tretet më mirë. Mos harrojmë që tërshëra mund të futet edhe në blender, pra mund të bëhet edhe smoothie, duke u përzierë me kakao ose me çokoladë në 80% çokoladë, duke u përzierë me disa erza si për shembull shafrani, duke u përzierë me gingerin, duke u përzierë me kanellën, jo të gjitha bashkë, por sipas ditës, duke u përzierë me disa fruta dhe me disa arore, pra duke futur bajamen, apo pra në mëngjes dhe në darkë ndoshta arat, sepse influencimi i tyre është pak i ndryshëm nga njëra tjetra, duke futur fruta pylli, banane, ndoshta dardh, mango apo diçka tjetër sipas frutave që do vinë, mund të jetë edhe në blender, sepse ajo e mpiks dhe trash dhe përsëri e marrim më të thjeshtësuar dhe do kemi më pak probleme në tretje apo edhe në aspektin e fibra. Por ka një gjë që ajo mbush mirë, të jep nivele energjie graduale dhe ana tjetër është që të mban të ngopur për një kohë shumë të gjatë, përveç nivelit të vitaminave, mineraleve dhe ato që unë tash i tham më parë se çfarë vlera. Sigurisht edhe të moshuarit, duke qenë se mes shumë problematikave të tjera shëndetësore që ata vuajnë, një nga problemet më të shpeshta është edhe konstipacioni apo kapslëku kronik. A i ndihmon përmes fibrave apo elementet që u përmendët të moshuarve në këto probleme? Në qoftë se kanë problem, atare duhet të rregullojnë një problemin e mikrobiomës. Të moshuarit e kanë këtë lloj problemi. Më e mira është ta konsumojnë në formën e bukës, ose në formën e biskotave, pa sheqer, patjetër, duke gëshetuar me hurmat arabe, duke gëshetuar pak ndoshta me mjedhin e bajames, duke gëshetuar edhe me tërshërën, me karotën dhe mund të bëjnë o bukë o mund të bëjnë biskota. Kjo është sjellja më e mirë që ata të eliminojnë bukën, sepse ka një problem. Në qoftë se ata do hanë një bukë të paketuar ose një bukë e cila ka probleme të larta të glutenit, atëre tërshëra do jetë një influencuese negative dhe ata do t'ia hedhin fajin tërshërës, jo problemet të bukës që do konsumojnë ose të grurit. Kështu që le të konsumojnë një lloj buke të tillë, e cila mund të jetë me fara, me ara apo edhe me mjedhra të ndryshëm, të cilët nuk kanë nivele të glutenit, qoftë me mjedhin e misit, por tërshëra zakonisht shkon me këto, mund të bëjnë një kek, mund të bëjnë një biskot. Ka mënyra dhe alternativa plot, po. Është më mirë ta konsumojnë kështu se sa të rekomandohet ta konsumojnë nëpërmjet elementeve si kosi apo përzierjeve të tjera. Është më mirë për të moshuarit për të. Për të rinjtë dhe të tjerët mund të jetë kjo, dhe për personat që merren me palestre dhe aktivitet fizik, mund të jetë konsumim i përhershëm. Madje një nga filozofët romak shumë kohë para thonte që gladiatorët tanë, pasi kishte marrë eksperiencën në fiset kelte, thonte që duhet ta konsumojnë tërshërën për të rritur disponibilitetin e forcisë tyre në arenë. Dhe ai e testoi tek një nga këta sklav pronerët e mëdhenj të gladiatorëve dhe pa që ata gladiatorë ishin vërtet shumë më të fuqishëm, kishin nivele më të mëdha energjisë dhe kishin një riparim edhe të plagëve më shumë nga konsumimi. Dhe ne po diskutojmë këtu që hanin një sasi tërshëre goxha të konsiderueshme. Qartë. Unë falenderoj Altin për gjitha këshillat që treguam sot për shikuesit tanë. Të uroj një ditë të mbarë. Kënaqësi, falenderoj juve, shpresoj të kemi ndihmuar dhe mos heqin dorë nga tërshëra, por të kenë kujdes se problemet e zorës në radhë parë dhe mikrobiomës dhe të kenë kujdes sepse çdo individ ka një mikrobiom të ndryshëm ndaj çdo lloj produkti, nuk është vetëm ky produkt, ndaj çdo lloj produkti. Ta testojnë, ta shikojnë, por mos e mënjanojnë dhe mos e përçudnojnë duke thënë që është nga elementet më të këqij. Jo, tërshëra është një ushqim i shëndetshëm
qoftë për gjatësinë, qoftë për marrjen e nivelit vitaminave, karbohidrateve, proteinave dhe niveleve të tjera, edhe të aminoacideve, se ka dhe nivelet proteinave të mira, por edhe të fibrave. Të falenderoj edhe një herë. Ditë të mbarë, rishihemi në të tjera këshilla dhe tema, ne do të shkëputemi për publicitet, ju pres me anilën në tryezën e degustimit të produkteve dhe recetave tona.